Shqipëria trashëgoi nga periudha komuniste një bazë të jashtëzakonshme në bujqësi. U krijuan toka të bonifikuara dhe të kulluara, lumenj të sistemuar, si dhe një rrjet i gjerë ujë mbledhësish artificial për ujitje, i pazakont për standardet europiane. Kodrat u taracoan dhe u mbollën me agrume, pemë frutore, e vreshta, duke e kthyer vendin në një hapësirë prodhuese me potencial të madh. Këto arritje nuk ishin thjesht produkti një sistemi politik, por fryti i punës së lodhshme dhe sakrificave të dy brezave. Fshatar, punëtor, të rinj vullnetar dhe madje edhe të burgosur politik kontribuan në ndërtimin e kësaj pasurie, shpesh pa pagesë dhe në kushte të vështira, ku disa humbën edhe jetën. Megjithatë, u arrit të krijohej një kapital i rëndësishëm bujqësor. Pas viteve 90, një pjesë e madhe e kësaj pasurie u shkatrua. Në veçanti, plantacionet e agrumeve në jug pësuan dëme të mëdha. Pemë ulliri, portokalli, limoni e mandarine u pren masivisht dhe në mënyrë të organizuar, duke lënë pas një peizazh të dëmtuar rënd. Ky shkatrim duket se nuk ishte rastësor, por i qëllimshëm. Arsyet mbeten të paqarta: mungesë aftësie, pa aftësi menaxheriale apo vendime të gabuara. Por pasojat janë të qarta: u humb puna dhe sakrifica e brezave, si dhe mundësia për zhvillim të qëndrueshëm. Nëse këto pasuri do të ishin ruajtur dhe menaxhuar me kujdes, Shqipëria sot do të kishte një sektor bujqësor shumë më të zhvilluar dhe konkurrues.